Përshëndetje dhe mirë se erdhët në programin Shpresë për ty. Është kënaqësi që të jemi përsëri së bashku. Arta, çfarë do të bëje ti sikur të shihje dikë që kishte rënë për tokë pa ndjenja? Në fakt, Ledi, mendoj se do të thrisja një ambulancë, ose do të udhtohesha e nuk do të dija se çfarë të bëja. Mirë, ambulanca është një ide e mirë, por a nuk do të ishte mirë që të dinim diçka për ndihmën e parë? Ka një metodë të thjeshtë për të ndihmuar, e cila është e njohur në mbar botën. Ajo quhet ndihma e shpejtë ose ringjallja kardiopulmonare. Sot do të flasim për këtë dhe shpresojmë që të qëndroni me ne, sepse duke mësuar për këtë mund të shpëtoni jetën e dikujt. Për disa kohë unë punova si asistente mësuese në një kopsht në Amerikë, dhe për të bërë këtë punë duhet të bësh në fillim një trajnim për ndihmën e parë. Kjo është shumë e rëndësishme për të ndihmuar dikë në rast se zemra nuk është duke punuar siç duhet. Nuk është se kam praktikuar ndonjëherë deri më sot. Gjithsesi mbaj mend trajnuesin që na ka thënë, ndihma e shpejtë ka një qëllim të thjeshtë, të vazhdoj të pompoj gjakun me oksigjen në të gjithë trupin derisa të vi personi i kualifikuar me pajisjet dhe ilaçet e duhura për të trajtuar personin. Pra, cila është gjëja e parë që duhet të bëjmë nëse shohim dikë që ka humbur ndjenjat? Gjëja e parë që duhet të bëjmë është të kontrollojmë nëse vërtet ka humbur ndjenjat, dhe pastaj duhet i themi dikujt të lajmërojë urgjencën. Ndërkohë duhet të sigurohemi që situata është e parrezikshme. Për shembull, në rast të një zjarri apo përmbytjeje, duhet ta çojmë personin në një vend të sigurt. Pasi e kemi bërë këtë, duhet ta kthejmë në shpinë mbi një sipërfaqe të fortë. Pastaj duhet të ulemi në gjunjë në krah të personit pranë kraharorit. Kontrollojmë frymarrjen, pra hundën dhe gojën, për të parë se mos ka aty ndonjë gjë që e bllokon frymarrjen. Mund të jetë mbytur me ndonjë ushqim për shembull, dhe ne duhet ja kthejmë kokën në anë dhe ta nxjerrim atë. Nëse koka i është varur mbi kraharor, ajri nuk mund të kalojë, kështu që lehtë duhet ja ngrem mjekrën me njërën dorë dhe t'i mbajmë ballin me dorën tjetër, që qafën ta ketë drejt dhe që rrugët e frymarrjes të jenë të hapura. Pra po e përsëris edhe një herë, ja ngrem mjekrën me njërën dorë dhe i mbajmë ballin me dorën tjetër, që qafa të jetë drejt. Ndonjëherë mjaftojmë të bëjmë kaq dhe personi do të fillojë përsëri të marrë frym. Për disa sekonda shihni nëse kraharori po lëviz poshtë e lartë. A mund të ndjeni ajrin që nxjerr nga goja? Nëse personi po merr frym, ktheheni në brinj dhe prisni sa të vijë ndihma mjekësore. Nëse ai nuk po merr frym, mund t'i bëni 2 frymarrje shpëtimi. Dhe le të ndalemi pak këtu, Arta, dhe të shpjegojmë se si bëhet frymëmarrja e shpëtimit. Duhet të ulemi në krah të personit të shtrirë. I hapim rrugët e frymëmarrjes me 2 gishta, gishtin tregues dhe atë të mesit nga poshtë mjekrës. Ja ngrem kokën pacientit dhe njëkohësisht dorën tjetër duhet ja vëmë mbi ball për t'ia shtyr kokën nga pas. Pra këndi duhet të jetë 90 gradë. Viza nga mjekrat e veshët duhet të jetë pingull me dyshemen. Hapi i tretë që duhet të bëjmë është të mbyllim hundën me dorën që kishim tek balli, kurse dora tjetër vazhdon të rrinë nën mjekër. Marrim frym thellë, japim frym shpejt, kontrollojmë pulsin. Nëse ka puls, vazhdoni përsëri, pra 2 frymëdhënie të shpejta një pas një, por pauza duhet të ndahen me 5 sekonda. Pas çdo frymëdhënie, kthehemi për të parë nëse po lëviz kraharori dhe dëgjojmë për zhurmën e ajrit që del nga goja e personit. Vazhdojmë kështu derisa personi të fillojë të marrë përsëri frym ose derisa të vinë ndihma mjekësore. Mund të duket pak e komplikuar, Ledi. Megjithatë do të thosha që personat që kanë akses në internet mund ta kenë edhe të ilustruar me figura dhe do ta kenë më të lehtë për ta kuptuar. Gjithsesi, le ta përsërisim edhe një herë hap pas hapi. Së pari, e vendosim personin në një vend të sigurt dhe shohim nëse reagon apo ka humbur ndjenjat. Së dyti, e vendosim në një vend të fortë. Së treti, i pastrojmë rrugët e frymarrjes duke i vënë njërën dorë në ball dhe tjetrën tek mjekra dhe i mbyllim hundën. Së katërti, bëjmë frymarrje gojë më gojë, 2 frymëmarrje të shpejta me interval 5 sekonda nga njëra tjetra. Së pesti, kontrollojmë pulsin. Nëse nuk ka puls, e përsërisim edhe një herë frymëmarrjen. Nëse ka puls,
presim sa të vi ndihma mjekësore. Ka edhe një hap tjetër shumë të rëndësishëm, Arta, që është kompresioni kardiak ose shtypja e zemrës, e thënë më thjesht. Nëse nuk e ndjejmë pulsin, nuk duhet të presim më gjatë, por duhet i bëjmë një kompresion kardiak. Ndoshta duket pak e frikshme kur themi se duhet të shtypim zemrën, por është shumë e rëndësishme. Zemra është një pompë që e shtyn gjakun në të gjithë trupin, duke çuar oksigjen. Për personin, zemra e të cilit ka pushuar, gjëja më e rëndësishme është që oksigjeni të shkojë në tru. Nëse truri nuk merr oksigjen për 6 minuta, do të fillojë të vdesë dhe do të ketë dëmtim të përhershëm. Kështu që shtypja e zemrës bëhet për të shtyrë gjakun në trup në mënyrë që truri të marrë oksigjen të mjaftueshëm. Edhe si e bëjmë këtë? Duke shtypur fort kraharorin për të shtypur zemrën nga jashtë. Vëm dorën në qendër të kraharorit dhe dorën tjetër mbi të, duke lidhur gishtat. Përdorim forcën e trupit, jo vetëm atë të duarve, duke shtypur poshtë 5 deri në 6 cm. Kompresionet kardiake bëhen të shpejta, duke synuar 100 shtypje për minutë, derisa të vijë ekipi mjekësor. Duhet thënë se në thelb, edhe për fëmijët është e njëjta gjë, por nëse fëmia është 9-8 vjeç, përdorim vetëm një rëndor për të bërë shtypjen, dhe nëse foshnja është në 1 vjeç, përdorim vetëm 2 gishta dhe nuk fryhet shumë ajër gjatë frymarrjes artificiale, sepse mushkrit e tij janë të vogla. Duhet thënë gjithashtu se nëse personi nuk po merr frym apo nuk po reagon, thjesht duhet të vazhdojmë të provojmë. Duhet të fillojmë sa më shpejt dhe çdo gjë që mund të bëjmë është më mirë se asgjë. Të mos harrojmë se kështu mund të shpëtojmë jetën e një njeriu. Po ndiqni programin Shpresë për ty. Kemi folur se si të shpëtojmë jetën e dikujt përmes ndihmës së shpejtë, frymarrjes artificiale apo kompresioneve kardiake. Por tani ka ardhur koha të ndaj me ju një histori që si gjithmonë është nga fjala e vërtetë e Perëndis, nga Bibla. Keni dëgjuar shumë histori në programin ton rreth Jezusit dhe jetës së tij këtu në tokë 2000 vite më parë. Sot do të mendojmë për pyetjen: pse erdhi Jezusi në tokë? Pse u bë Jezusi që ishte një me Perëndin, atë njeri që të jetonte mes nesh? Një nga arsyet është se ai donte të na tregonte ne se si është Perëndia. Jezusi tha: "Kush më ka parë mua, ka parë Atin." Kështu kur ne shohim se si veproi Jezusi, kur shohim se sa i dashur dhe i shenjtë ishte ai, si edhe fuqinë për të bërë mrekulli, arrim të kuptojmë se si është Perëndia. Unë mendoj se pjesërisht ai erdhi të na tregojë se si duhet të jetojmë. Ai na tregoi se si duhet të jenë njerëzit. A nuk tha ai: "Unë ju kam lënë një shembull dhe ju duhet të ndiqni hapat e mi"? Kështu që shpesh pyetja çfarë do të bënte Jezusi është një pyetje me vend. Kur unë ja bëj vetes time këtë pyetje, zakonisht e di përgjigjen, dhe nuk është gjithmonë në fakt ajo përgjigje që mua më pëlqen. Të kuptoj shumë mirë, Arta, por a e di? Unë mendoj gjithashtu se Jezusi erdhi për një arsye të veçantë. Unë mendoj se ai erdhi që të vdiste. Edhe sot le të tregojmë historinë e Pashkës, atë histori që është në zemër të asaj, që të gjithë ndjekësit e Jezusit e besojnë. Ndërkaq po afrohej festa e ndormëve që quhet Pashk, dhe krerët e priftërinjve e skribët kërkonin mënyrën se si ta vrisnin, sepse kishin frikë nga populli. Atëherë Satani hyri në Judën, i mbiquajtur Iskariot, që ishte një nga të 12-tët. Kështu ai shkoi të merret vesh me krerët e priftërinjve dhe me krerët e rojës për mënyrën se si do ta tradhtonte. Ata u gëzuan dhe i premtuan t'i japin para. Pastaj Jezusi doli dhe shkoi si zakonisht në malin e ullinjve, dhe edhe dishepujt e tij e ndiqnin, dhe u largua prej tyre aq sa mund të hidhet një gur, dhe ra në gjunjë që të lutej. Jezusi ishte shumë i trishtuar sepse e dinte se kishte ardhur koha që ai të vdiste. Atëherë Jezusi, duke ditur gjithçka që do t'i ndodhte, doli dhe i pyeti: "Kë kërkoni?" Ata ju përgjigjen: "Jezusi Nazareas." Jezusi u tha atyre: "Unë jam." Jezusi u përgjigj: "Ju kam thënë se unë jam, prandaj nëse më kërkoni mua, i lini këta të shkojnë." Atëherë grupi i ushtarëve, kapiteni dhe rojat e judejve e kapën Jezusin dhe e lidhen. Të nesërme në mëngjes,
Jezusin e nxorën para Pilatit. Drejtuesit vendas bën akuza të rreme se ai kishte deklaruar se ishte mbret politik i judenjve dhe se ishte armik i autoriteteve romake. Ata ishin të vendosur se Jezusi duhet të vdiste, por Pilati nuk donte ta ekzekutonte. Ai e shihte se Jezusi nuk ishte bërë asgjë të gabuar, por turma vazhdonte të bërtiste dhe të kërcënonte, dhe në fund Pilati u dorëzua dhe e dënoi Jezusin me vdekje. Ushtarët e qelluan ashpër dhe e tallën. Ata i vunë një kuror me gjemba në kokë, i veshën një mantel të purpur dhe bënin si kur adhuronin. Pastaj e detyruan të mbante një kryq të rënd druri deri në të dalë të qytetit. Ati i gozhduan këmbët dhe duart dhe ngulën kryqin në tokë, duke pritur që ai të vdiste. Mbi kokën e tij vendosën një mbishkrim që thoshte: Jezusi Nazareas, mbreti i judenjve. Jezusi vuajti për 3 orë dhe në fund thiri, u krye, dhe duke ulur kryet, dha frymën. Por ky nuk është fundi i historisë. Le të ndalemi pak dhe të mendojmë për këtë. A vdiqi Jezusi për arsye se kishte kryer ndonjë mëkat? Jo, ai ishte i pafajshëm, dhe jo vetëm ligjërisht, por edhe përpara Perëndis. Madje as armiqtë e tij nuk mund të gjenin asgjë për ta akuzuar. Dhe a u përpoq Jezusi ta shmangte atë që po ndodhte? Jo. Ai u tradhtua nga Juda, por shkoi drejt vdekjes me vullnet të plot. Ai u tha ndjekësve të tij që më parë se kur të shkonin në Jeruzalem, ai do të vuante dhe do të vdiste atje. Ai tha, sepse edhe Biri i Njeriut nuk erdhi që t'i shërbejnë, por për të shërbyer dhe për të dhënë jetën e tij si çmim për shpengimin e shumë vetave. Pra ai dinte gjithçka që do të ndodhte. Ai tha, sepse Biri i Njeriut erdhi të kërkojë dhe të shpëtojë atë që kishte humbur. Emri Jezus, që u shkrua mbi të ras mbi kokën e tij, në fakt do të thotë, Perëndia shpëton. Kështu që ai e dinte qëllimin për të cilin kishte ardhur në tokë, të vdiste për të na shpëtuar ne. Ndoshta do të pyesni se nga çfarë jemi shpëtuar. Nga ndëshkimi për mëkatet tona. Perëndia është përsosmërisht i shenjtë, kështu që për shkak të mëkateve tona, ne përballemi me vdekjen e përjetshme, me ndarjen përjetësisht nga Perëndia. Por Jezusi vdiq në vendin ton, përjetoi një vdekje që duhet ishte jona. Në shkëmbim, ai na ofron jetën e tij të përjetshme, jetë në familjen e Perëndisë, që fillon tani dhe vazhdon me të përgjithmonë. Jezusi pra na shpëton nga ndëshkimi për mëkatet tona. A nuk është e mrekullueshme? Dhe Jezusi na shpëton edhe nga diçka tjetër. Ai na shpëton nga fuqia e mëkatit në jetën tonë. Pa Perëndin është njësoj si kur të jemi robër të dëshirave tona egoiste dhe mëkatare. Në një farë mënyre ne jemi të burgosur të mëkatit. Natyra jonë njerëzore dëshiron të bëhet sipas rrugëve tona dhe jo sipas rrugëve të Perëndisë. A ndiheni ndonjëherë të acaruara me veten kur bëni gjëra që e dini se janë të gabuara? Jezusi sakrifikoi jetën e tij për të na çliruar nga fuqia e mëkatit në jetën tonë. Kur ne jetojmë me fuqinë e frymës së shenjtë të Perëndisë në jetën tonë, nuk jemi më të burgosur apo skllëvër të mëkatit. Ne jemi të lirë të zgjedhim atë që është e drejtë dhe e mirë. Perëndia ka një premtim për të gjithë ata që pranojnë dhuratën e tij të jetës së përjetshme. Ai do të bëjë një tokë dhe një qiell të ri, ku nuk do të ketë më mëkat, nuk do të ketë më lot, nuk do të ketë më trishtim, nuk do të ketë më luftë. Madje do të jemi të shpëtuar edhe nga prania e mëkatit. A nuk është një lajm i mirë? Ne jemi shpëtuar nga ndëshkimi i mëkatit, nga fuqia e mëkatit dhe nga prania e mëkatit. Kjo gjë na jep shpresë. Po tregoj dhe pak nga historia që po tregoni më parë. Ditën e tretë pas vdekjes, Jezusi u pa i gjallë nga shumë njerëz. Histori e mrekullueshme. Ai u ngrit prej së vdekurish dhe u kthye në qiell, ku është gjallë edhe sot. Prandaj edhe ne mund t'i lutemi atij dhe ta pranojmë si shpëtimtarin dhe mikun ton. A ju kujtohet fillimi i historisë së sotme? Në kohën kur Jezusi u arrestua, njerëzit ishin duke festuar çlirimin që Perëndia u solli skllëvërve nga Egjipti,
duke i drejtuar ata në përshkret të tir deri në tokën e premtuar. Kjo ishte historia e tyre e preferuar, dhe në Bibël thuhet: ai, Perëndia, pra, na nxori nga pushteti i errësirës dhe na çoi në mbretërinë e birit të tij të dashur, në të cilën ne kemi shpengimin me anë të gjakut të tij dhe faljen e mëkateve. A i keni kërkuar Perëndis t'ju falë, t'ju shpëtoj dhe të bëhet Zoti dhe shpëtimtari juaj? Mund ta bëni tani nëse dëshironi. Lutuni së bashku me ne. Perëndi i dashur, faleminderit që na do kaq shumë, aq sa dërgove birin tënd këtu në tokë. Jezus, faleminderit që vdiqe në vendin tonë. Unë të kërkoj të më falësh të gjitha mëkatet e mia dhe të më japësh jetën e përjetshme me ty, që sot e tutje unë dëshiroj të jetoj për të kënaqur ty. Të lutem, më ndihmo të kem një fillim të ri sot, si fëmia yt. Në emër të Jezusit, unë lutem. Amen. Amen. Nëse jeni lutur me ne, mikesha të dashurat, jeni të sigurta se Perëndia i është përgjigjur lutjes suaj. Ai ju ka shpëtuar nga fuqia e mëkatit dhe ju ka bërë pjesë të mbretërisë së tij, të familjes së tij. Dhe këtu po ndahemi edhe për sot, duke ju uruar një javë të mbarë dhe të bekuar. Miru dëgjofshim në programin tonë të ardhshëm. Miru dëgjofshim.